Parlamenti Evropian ka vendosur dhe mbrëm ka bërë publik vendimin për të hapur zyrën e tij në Shqipëri. Pra, është në krenarin dhe në kënaqësinë tonë të madhe që të bëhemi edhe vend mikpritës i zyrës së Parlamentit Evropian në Tiranë, e cila do të shërbej si një pikë kyçe kontakti mes Parlamentit Evropian dhe parlamenteve kombëtare, shoqërisë civile dhe të gjithë partnerëve lokal në të gjithë Ballkanin Perëndimor. Si ju duket kjo? Ç'a ndodh kështu? Parlamenti Evropian që vendos të hapë zyrën e tij në një narkoshtet. Si ka mundësi? Sorosi, i fshehur mbas Roberta Metsolës dhe Parlamentit Evropian që vazhdon vepron si diversant. Dhe për të qenë shumë të qartë, Parlamenti Evropian me hapjen e kësaj zyre në Shqipëri konfirmon një strategji më të gjerë të BE-s dhe nga ana tjetër përcakton pa diskutim Shqipërinë si një pikë referimi jashtë perimetrit të Bashkimit Evropian dhe si vendin që së shpejti do të jetë antar i Bashkimit Evropian. Parlamenti Evropian ka 3 zyra aktualisht, një në New York për marrëdhëniet me Kombët e Bashkuara, një në Jakarta për marrëdhëniet me Azinë Juglindore dhe një në Addis Abeba për marrëdhëniet me Bashkimin Afrikan. Dhe sot Shqipëria dhe Tirana bëhen vendi mikpritës i zyrës së re të Parlamentit Evropian. Një zyrë tjetër, Parlamenti Evropian në gjas do ta hapë dhe në Moldavi për të mbuluar pjesën në kufi me Rusinë. Ky është një vlerësim i jashtëzakonshëm. Ky është një moment tjetër shumë i mirë për pozicionin tonë ndërkombëtar. Në ndërkohë që kemi filluar paralelisht përgatitjet për samitin e madh të gjithë komunitetit politik evropian në Shqipëri më 16 maj. Dhe përpara samitit, Bashkimi Evropian, Këshilli Evropian, të gjithë liderët e Bashkimit Evropian kanë vendosur të vinë në datën 15 maj për një darkë pune këtu me mua dhe me liderët e tjerë të rajonit tonë të Ballkanit Perëndimor. Pra, 15 do të mikpresim liderët e Këshillit Evropian, pra të gjithë liderët e Bashkimit Evropian, dhe më 16 do të vinë këtu liderët e të gjithë kontinentit, me përjashtim të Rusisë, natyrisht. Janë 46 nga Londra, nga